Ndërkohë që çmimi i naftës është rritur me 40 lekë në muajin e fundit për shkak të rritjes së çmimeve në bursë nga përshkallëzimi i situatës në lindjen e mesme, qeveria shqiptare ka vendosur të ulë akcizën me 20% sa herë që çmimit arrin në 220 lekë. Por sipas përllogaritjeve rezulton se kursimi mujor ose lehtësimi që kjo lëvizje e qeverisë pritet të sjellë është vetëm rreth 600 lekë në muaj. Si pjesë e tregut të gazetarisë ekonomike prej shumë vitesh, a mendoni ju, zoti Çoçoli, se qeveria po e paraqet këtë si një lehtësim të madh, ndërkohë që në fakt është një ndërhyrje shumë e vogël për të pasur një efekt real tek konsumatorët? Është e vogël, keni shumë të drejtë Manuela, sepse ju edhe përmendët edhe situatën të efektin kumulativ që quhen në ekonomi, pra realisht se sa do të jetë kursimi në një muaj në rast se kjo ndërhyrje do të jetë e plot në treg në rast se çmimet do të jenë kaq të larta. Kështu që me 600 lekë vjetra, pra 600 lekë nuk është se konsumatori jon mbrohet nga një rritje që bëhet fjalë tani që po flasim kur çmimi është në nivelet 214 lekë të reja për litër apo 200 edhe ka shkuar 17 në krahasim me parapara krizës në Iran që ishte në nivelin 176-178, pra bëhet fjalë për rreth 40 lekë të reja, nuk janë pak për ekonominë e qytetarit tonë me të ardhurat të mesme madje, por sidomos të ato me të ardhura modeste. Sepse bëhet fjalë për 1 litër, po duhet kemi parasysh një mesatare e konsumit të naftës mund të jetë deri në 7 apo 10 litra në ditë. Pse mendoni se shteti nuk e heq plotësisht taksën e akcizës mbi naftën, duke qenë se efekti i saj në buxhet do të ishte vetëm rreth 3.3%? Efekti në buxhet është, domethënë, i konsiderueshëm Manuela në 2 arsye. Së pari, akciza për naftën është për një mall të natyrës së veçantë, siç është akciza për duanin apo akciza për pijet alkolike, dhe zakonisht mbahet nga të gjitha vendet në botë. Por e veçanta e çmimit të naftës tek ne është që kjo akcizë merret nga, si thua, direkt nga pikat e pakicës. Dhe ajo është në nivele të larta, të konsiderueshme, diku aty ke 38 lekë të reja për litër apo 40 lekë, kështu që nuk është pak në një çmim që ka qenë para luftës 176 apo 178, por i bie diku aty diçka më shumë se sa 1/4. Akciza do ishte mirë të ulej më fort, po ulet me pikatore dhe ju e thatë me të drejtë sasinë që e parave që në muaj mund të përfitojë një konsumatori jon, por buxheti i shtetit e ka të ardhur të fortë në kuptimin që nëse flasim për rreth 740.000 tonë naftë të konsumuar, sepse aq importojmë, ne dimë që të gjithë naftën që importojmë dhe e konsumojmë, bëhet fjalë diku aty ke 180 milion euro, pavarësisht se raportohet ke 3% që i të ardhurave buxhetore vjetore. Kështu që mos harrojmë që jemi diku aty ke 6.8 miliard euro të ardhura. Kështu që nuk është pak që buxheti i shtetit vendosi të heqë dorë nga një sasi e tillë parash, edhe pse në mënyrë të përkohshme, mos jem le të themi 20% sa e ka deklaruar tash, nëse çmimi do jetë aq i lartë. Urojmë që të ulet, shenjat janë që të ulet, por Emanuela, tek ne historia e trishtueshme paravajtjes së çmimit të naftës na ka mësuar që ky çmim rritet me vërtik sapo rritet çmimi i naftës në tregjet ndërkombëtare, sidomos pika e referimit që është çmimi i naftës brut, domethënë në grezzo e papërpunuar, Brent crude oil, por edhe çmimi i naftës së përpunuar që është në bursën e Londrës, gas oil, në bazë të referencave Platts, të çmimeve Platts, që është një sistem treguesi që të japin në kohë reale një indikacion çmim reference, ta quajmë kështu, Manuela,
për naftën e përpunuar në nivel ton, për një ton naftë. Mos harrojmë që një ton naftë nuk është njësoj si toni një kilogrami miell, ta quajmë kështu, nga që nafta ka densitet të ulës diku aty ke 1160 litra naftë. A mos po përsëritet skenari disa viteve më parë kur çmimet rriteshin shpejt, por nuk uleshin më pas duke krijuar kështu hapësira për abuzim? Faleminderit për të pyetjen, Manuela, se ndoshta është pyetja më e rëndësishme për qytetarin ton. Urojmë mos përsëritet ai skenar, ju e thatë me të drejtë, ishte një skenar kur çmimi në naftën botërore të papërpunuar Brent crude oil shkoi për një fuqi ka 56 litra naftë, rreth $143-149 fuqia. Ishte goxha çmimi i lartë. Edhe tek ne, në të kujtohet, para 4 vjetësh, pikërisht në mars, çmimi kërceu deri në 260-270 lekë për litër. Atëherë hyrja i elefantit në dhomë, që është bordi i transparencës, dhe tu tek ne qeveria e futi tani këto ditë ende s'është mbledhur, e futi me nivelin e naftës të përcyer në nivelin 210, 214-217. Kështu që uroj që nafta në atë kohë shkoi 270, në bursa ishte 149, siç ju përmenda, dollar për fuqi, ul $67 për fuqi, pra praktikisht 2.5 herë, po a ul tek ne 2.5 herë? Jo. Nafta ul, por shkoi diku aty ke kufit 170-180 lekë për litër. Dhe kjo ulje jo e menjëhershme, dhe kjo, si thua, rënja e naftës ku bie çmimi i këtij produkti që edhe ne 100% e importojmë, tregon që tregu jo nuk është transparent, që ka ndodhur abuzime shumë të forta, pikërisht në momentin kur pasi është ngritur nafta në një pikë caktuar dhe është futur edhe bordi shtetëror, pra ku është garancia për ne qytetarit, duke qenë përfaqësues të institucioneve shtetërore, abuzimi do jetë sa më i pakët, ose të paktën ata nuk do ta tolerojnë, por mundet të shkojë kështu si një mustaqe që thonë populli me një shprehje, pra mos arrin ta kuptojnë. Uroj që realisht ky bord që të mblidhet për herë të parë ta uli këtë çmim naftës, sepse sot që flasim pikërisht në këto momente, sapo e pash bursën ndërkombëtare, ishte ulur për shkak të lajmeve që ka dhënë presidenti Trump përpara pak orësh, që është një mundësi nga bisedimet e dy palëve një armpushimi. Dhe minjë tregjet reaguan pozitivisht, e ulën çmimin e naftës për litër, për fuqi. Shkoi nga 106 që ishte në 93, në ulje me $13 nuk është pak. A do ta bëj bordi këtë në mbledhjen e ditë parë, pra nga 217-214 që e kemi tashti mesatarisht çmimin e naftës për litër në pikat tona të pakicës, a do ta bëj ai me këtë ulje që u dha drejt për së drejtje, do ta bëj ai të paktën ta uli me 7 deri në 10 lekë të reja, do ishte mirë ta bënte. Kështu që do presim e do shikojmë. A mendoni ju, zoti Çoçoli, se është i drejtë parimi që taksa i qarkullimit të përfshihet në çmimin e naftës, ndryshe nga shumë vende të Bashkimit Evropian me të cilat ne synojmë të përafrojmë politikat? Atëherë, taksa e qarkullimit, pyetja shumë e drejtë, Emanuela, zakonisht në gjitha vendet e tjera, ka shumë pak vende që e kanë përjashtimisht në çmimin e pakisës siç e kemi ne, në Evropë njëherë nuk gjenden, e kanë tek ajo që quhet pagesa vjetore e taksës së makinës. Pra, për faktin që ti do në qarkullim, shteti të vendosi taksë. Po të futej ajo pagesë vjetore që sot tek qytetarët varion varësinë të makinës, që ke se mund ta kesh makinë shumë të vjetër edhe pagesa është pak më e lartë sepse është e amortizuar makina ndot shumë më tepër. Diku aty tek, nëse mos gaboj, 5.600 lekë të reja. Do të ishte të paktën 4 fishi. Pse? Sepse taksa e qarkullimit është 27 lekë, Emanuela,
për litër. Dhe sikur të marrim një mesatare, le të themi 40 litra apo 50 litra që mund të konsumoj në muaj çdo qytetar që është pronar dhe njëkohësisht e ka aktiv automjetin e tij, pra e përdor, atëherë po të bëjmë llogaritë, të paktën mund të shkojë diku aty ke 12.000 lekë kazitjen e treja, apo 14.000 lekë në vit. Dhe praktikisht shumica e automjeteve tona janë të përdorura, ndosin shumë, kështu që aty qytetari menjëherë do ta ndjente, do kishte shumë revolt në rast se do të futej atje. Dhe dukej në një lloj mirazhi sikur çmimi i naftës, sepse menjëherë do të ulej me 27 lekë për litër. Bëhet shumë i lirë se sa ç'është sot, që konsiderohet ndër më të shtrenjtë dhe ashtu është në Evropë apo edhe në botë. Kjo është situash taksa e qarkullimit. A duhet të hiqet për momente të jashtëzakonshme, edhe mund të ndodhë, e kanë hequr dhe shtetet të tjera, se nuk e kemi vetëm ne si lloj takse. Për ato mundësitë e ekonomisë sonë, duke parë që edhe nuk na janë rritur, Emanuela, çmimet e ushqimeve, që do ishte ndoshta goditja më mizore ndaj ekonomisë sonë, ti e di që para 4 vitesh na ndodhi, u rritën shumë fort nga sulmi i Putin në invazionin në Ukrainë në mars të 4 vite më përpara. Kështu që gjykoj se ajo taks diku do të bilet, sepse ndryshe shteti i mungojnë menjëherë 85-90 milion euro në vit. Po të vilet me taksën vjetore, qytetari do ta ndjejë shumë më tepër. Kështu si vilet tashti e ndjen, sepse e shikon që naftën e ka shumë të shtrenjtë se sa në Maqedoninë e Veriut apo edhe në Kosovë, por të paktën e ka duket sikur është pak më e përballueshme. Ky do të ishte, si thosh, arsyetimi për mundësinë e heqjes apo të mbajtjes diku të kësaj takse. Zoti Xoxholi, pse sa herë që importet kanë pasur vështirësi, për shembull, për shkak të mbylljes së ngushticës së Hormuzit, po them. Tregtarët shqiptarë që me ligj duhet të sigurojnë rezerva nafte për të paktën 3 muaj dhe të mos ndryshojnë menjëherë çmimet, nuk e kanë zbatuar këtë detyrim. Atëherë hym në një territor, Emanuela, të ndërlikuar, përse së pari neve në ligj e kemi, po jo të përcaktuar shumë qartë, rezervën 90 ditore si detyrim, si thua, ligjor. E kemi të referuar, tani është duke u përgatitur një projekt ligj për rezervën strategjike, që aty vërtet do të vendoset kufiri 90 ditëve. Kompanitë importuese të shumicës nuk është se nuk e zbatojnë, por të thonë që shiko se unë e kam këtë rezervë 90 ditore, por e kam tek brokeri. Dhe brokeri ku është? E përmenda pak, është në bursë, tek ato kontratat që quhen futures, lidhen sot me idenë që nafta, karburanti do të livrohet më vonë. Kështu që atje çmimi në këto brokerat mbahet i lëvizshëm, se ndryshe kompanitë do të falimentonin. Kështu që kjo është dhe arsyeja që kjo rezervë, kur nuk është strategjike, pra kur nuk mbahet, të themi, fizikisht në një tanker në Shqipëri, dhe po e mbajtën fizikisht, ne do ta kemi të futur, të regjistruar, Emanuela, me çmimin e blen, mund të ishte më i ulët, dhe shtetet e tjera, kur e kanë këtë rezervë fizike, strategjike, e kanë më të lehtë, sepse e kanë marrë me një çmim më të ulët, edhe e fusin menjëherë në treg, edhe lehtësojnë, si thua, deri diku presionin nga çmimi i rritur i naftës në tregjet ndërkombëtare. Këtë ne nuk e kemi, sepse e para nuk kemi kapacitetin e mjaftueshëm për ta mbajtur, dhe duhet realisht të kushtëzojmë këto kapacitete në bazë të këtij ligji. Në rast se ti ke dëgjuar që do të futet një end shtetëror për importin me shumicë të naftës, në rast se futet ai end, atëherë shteti jon ka fuqinë ekonomike që nuk e kanë, sa do fuqishme të jenë këto kompanitë
importit me shumicë të naftës që të përballojë çfarë. Pak më përpara të përmenda sasinë totale që ne harxojmë në një vit që është 740.000 tonë. Nëse rezerva strategjike është 3 muaj, bie 1/4 e kësaj sasie, por nuk janë pak, se janë diku 180-190.000 tonë. Duke llogaritur se sa ka shkuar sot toni naftës përpunuar, diku aty ke $1.160, bëhet fjalë Emanuela për diku aty ke 170-180 milion euro që mund të duan për ta blerë fare me çmimin e sotëm këtë sasi të konsiderueshme për ne nafte. Edhe pastaj ku do ta vendosim? Është edhe ajo një gjë për të zgjidhur. Ne kemi hapësira tankera, sillose të mëdhej në Vlorë, në portin e Vlorës, ajo që quhet petrolifera. Kemi edhe në Porto Romano. Për momentin janë, si thua, sillose private, të kompanive private, por nuk janë të mjaftueshëm për të përballuar një sasi të tillë fizike të naftës. Por ama duhet të shkojmë drejt kësaj, sepse është mbrojtja e momentit në rast se situata përkeqësohet shumë në tregun ndërkombëtar. Herën e fundit, kur çmimi u rrit në vitin 2022 duke arritur kështu në 270 lekë për litër, pati abuzime të mëdha nga tregtarët. A mendoni se këtë herë do të ketë kontrolle serioze apo vetëm formale? Uroj që të ketë serioze, pura re diçka, të drejtën që nga dita e 4, në mos gabojmë, besoj edhe ti ke ndjekur, duhet të ketë qenë data 3 prill, në mos gabojmë, në fakt 3 mars, pra praktikisht përpara le të themi 19-20 ditësh, kur mediat më njëherë dhamë, dhe bravo i qoftë mediave që ende pa u rritur nafta për shkak të rezervave që kemi, që janë strategjike, po që i kemi një rezervë 1 javore apo 2 javore, me njerë disa pika shumice rritën çmimin e naftës me 4 lekë. Dhe u quaj skandal dhe i mirëfillt ishte i tillë, pra ishte tentativë abuzive. Dhe nuk u abuzua më në kuptimin që nuk patëm rritje të tilla për ato 10 ditë e para. Pastaj tregu reagoi shumë fort i naftës pa përpunuar dhe përpunuar dhe kuptohet edhe tek ne u rrit. Kështu që unë nuk gjykoj se ka shumë abuzim, siç ndodhi 4 vite përpara që kërcel nafta, jo keni shumë drejt, 260-270 lekë për litër, kuptohen dhe datat 10-11 mars, koha kur edhe qeveria u detyruar të vendosë atë elefantin në dhomë, portin e transparencës, që me dim cakton lidhet për 2-3 ditë, 5 ditë, sa i gjykon ai në varësi dhe të ecuisë të çmimeve në bursat ndërkombëtare, një tavan për të cilit kompanitë nuk mundet si thua të vendosin çmime, sepse do konsideroheshin abuzive dhe menjëherë pastaj kishin rrezik për të hequr licencën. Kjo është, si thua, çfarë uroj që tregun tonë të mos ndodhi me këtë moment kur nafta është në rritje. Për fat, këto orët e fundit, se ta përmenda, nafta ndërkombëtare është në ulje për shkak të lajmit që solli presidenti Trump që janë duke negociuar për një pushim pak në 5 ditor, me shpresën se do hapet ngushtica e bllokuar e Hormuzit. Zoti Xhoxhol, ndjes, po. Jo, ndërsa ke pjesa pastaj që kur ulet ndjeshëm nafta ndërkombëtare, Emanuela, po aty ka vend shumë për justifikime, cicmice, dredhira të vogla apo të mëdha të këtyre kompanive importuese, dhe aty qeveria duhet të bëjë shumë kujdes. Uroj që ky bord të jetë real, jo sa për formë dhe t'i kontrollojë realisht. Dhe uroj ato që të thash në mbledhjen e tij të parë, meqense se nafta qofte pa përpunuar, po besoj edhe e përpunuar apo e ndjek gradualisht, pati një ulje kaq të fortë me $13 fuqia, përse jo të reflektohet kjo edhe ke çmimi i sotëm i karburantit që ne kemi 214-217. Zoti Xhoxholi, pse Banka e Shqipërisë, që ka rol në monitorimin e inflacionit dhe çmimeve, nuk ka reaguar deri tani? Apo i kushtohet vëmendja e duhur kësaj situate? Banka e Shqipërisë zakonisht reagon kur shikon që
presioni inflacionist është i ndjeshëm dhe ka mënyrat e saj të shtrëngimit për shembull të paras, pra të bërjes së paras më të shtrenjtë, në mënyrë që për fat keqe, sepse është shtrënguar ta bëjë atë kur na rritet shumë fort inflacioni. Dhe në fakt Banka Jonë Qendrore, Banka e Shqipërisë ka reaguar fort, ka qenë një luftë toreadorësh me një dem të tërbuar që i kishin që nga marsi i vitit 2022 na shkoi inflacioni atëherë po duke 7.5%. Dhe e ngriti shumë fort dhe shumë, si thua, në kohë reale çmimin e paras, pra të normën e interesit, që është mjeti i saj më kryesor për të ndikuar, për të frenuar deri diku inflacionin. Tashi që flasim inflacioni ka pësuar rritje, madje edhe ai shkurti, sepse konfliktin e dim filloi në ditën e fundit të shkurtit, 28 shkurt, ishte rreth 0.5% më i lartë se sa i janarit, ishte diku te 2.4%. Tani që flasim me ato informacionet paraprake, është rritur sërish, por jo në atë masë sa të justifikojnë një shtrenjtim të normës bazë interesi, sepse aty janë ekuilibrat shumë të brisht, Emanuela, edhe është vështirë që pastaj të mund t'i kontrollosh si duhet. Një bankë qendrore ka detyrën kryesore kontrollin e inflacionit. Nuk është se pritet prej bankës qendrore që u shtrenjtua çmimi i karburantit, po burra me njëherë bli para me shumicë në nivel të vlerës së euros. Ne dimë që rezerva jonë valutore është në nivelet më të larta historike të saj, këtu nuk ka vend që mund të kesh të manovrosh. Ndërsa kur inflacioni të rritet fort, po banka jam i bindur që do ndryshojë. Sidomos nga mënyra tempestive ta quajmë në kohë që ajo ka ndryrë në vitin shumë vështirë, ti e përmend edhe vetë 2022 kur na u rit shumë fort qoftë çmimi i karburantit, por qoftë edhe çmimi i energjisë elektrike. Mos harrojmë që nuk jemi më në atë situatë, sepse për fat të mirë kemi rreth 1/10 të prodhimit të energjisë elektrike nga fotovoltaikët që pak ndikojnë në këto momente që flasim nga çmimi i energjisë në botë i karburantëve. A rrezikon Shqipëria që përveç naftës të përballet edhe me rritje të shpejtë të çmimeve të produkteve ushqimore, duke qenë se rritja e karburantit ka efekt zinxhir në gjithë ekonominë? Po, rreziku është aty. Deri tashti nuk kam vënë re për fat të mirë shumë efekte abuzive me tregjet ushqimore. Më të kujtohet ka qenë një e kapur edhe me një nga mediat dhe shumë mirë u bë që u kap nga opinionin jon publik që e përcjellin mediat. Rasti i çmimit të bukës në Korçë apo në Pogradec, duke qenë se ishte për shkak të rrëshqitjes të dheut ishte zgjatuar një çik rruga Tiranë Pogradec apo Korçë apo Durrës, nga neve marrim mielin e importuar Durrës Pogradec apo Korçë. Kështu që ende nuk kemi vënë re dhe është bërë shumë mirë situatë që është mbajtur në kontroll. Shpresoj të jetë ky shkaku kryesor, rritje të çmimeve të produkteve ushqimore bazë, të miellit, të vajit, të bukës. Kështu që uroj që të shkojë kështu, pra të mos fillojnë të ndariten këto çmime. Ndërsa Emanuela, shqetësimi kryesor për te ecurisë së çmimit të naftës është inflacioni që do importojmë nga vendet që goditen të parat nga eurozona. Ne dimë që rreth 9 miliard euro që importojmë në vit, 75% ne importojmë nga Italia, nga vendet e eurozonës, pra nga Greqia. Nuk është se ato situatën ekonomike edhe para shpërtimit të konfliktit në Iran e kam patur shumë roz, kështu që kam patur rritje ekonomike pra të ulët. Uroj që të mos na vi prej tyre një themi inflacion e importuar, pra çmime edhe të produkteve ushqimore që ne importojmë prej tyre e kemi domosdoshme në nivele të shumë të larta, sepse aty do të goditemi të gjithë edhe sikur 1% na rritet inflacioni vjetor, Manuela, bëjmë një llogari të thjeshtë, prodhimin ton kombëtar kemi diku ke 27 miliard euro tani që flasim për vitin 2026. 1% i thon 270 milion euro që do humbasim nga xhepat tonë gjatë këtij viti, në rast se do goditemi me vetëm 1% inflacion të rritur për shkak të inflacionit të importuar nga mallat që ne jemi të detyruar
dhe importojmë. Ato 9 miliard euro të tash kryesisht madhe që importojmë nga vendet e Eurozonës.